Mbeturinat komunale në Kodrën e Diellit mblidhen rregullisht në përputhje me dinamikën e parashikuar në planin operativ, ku orari rregullt është çdo të premte dhe çdo të hënpasdite. Gjatë periudhës dimrore është paraparë që mbeturinat të mblidhen çdo ditë pas orës 15, ndërsa gjatë fundjavave dhe festave shtetërore grumbullimi kryhet pas orës 19. Megjithatë, duhet të merren parasysh kushtet klimatike dhe ndalesat e trafikut të vendosura nga institucionet kompetente. Më datë 11 janar 2026, për shkak të rreshjeve të borës dhe rrugëve jo të qasshme, kishte ndalim qarkullimi për kamionët dhe nuk kishte qasje deri te lokacioni. Më datë 12 janar 2026, kamioni mund të arrinte në lokacionin vetëm pas orës 15, duke pasur parasysh situatën e krijuar rreth orës 13 të së njëjtës ditë. Ekipi ynë me kamionin special u përpoq të ngritej, por për shkak të trafikut të rënduar dhe rrugës së pakalueshme për në vend, policia ndaloi ekipin dhe kamionin dhe udhëzoi të parkojë në lokacionin e ndërmarrjes Rrugët e Maqedonisë, ku ekipi qëndroi për më shumë se 2 orë në vend. Kjo do të thotë se ekipi i Saubermaer Tetov arriti në lokacion pas orës 15 dhe të gjithë kontenjerët u zbrazën, respektivisht lokacioni u pastrua plotësisht. Bashkangjitur dërgojnë fotografi të situatës para dhe pas zbrazjes dhe pastrimit të lokacionit, thonë nga kompania Saubermaer. Pas raportimeve për mbeturinat që ndodheshin në hyrje të Kodrës së Diellit, sot me komunikat ka dalë kompania Saubermaer, e cila është përgjegjëse për marrjen e mbeturinave. Mëtej apelohet që mbeturinat të mos lihen rreth ose pranë kontejnerëve. Gjithashtu apelojnë për kujdes gjatë hedhjes së mbeturinave, veçanërisht kur kontenjerët janë të mbushur, që të mos lihen mbeturina rreth ose pranë kontenjerëve dhe që të mos parkohet para ose rreth kontenjerëve për të mos bllokuar qasjen. Theksojmë se gjatë periudhës dimrore mbeturinat mblidhen çdo ditë pas orës 15, ndërsa gjatë fundjavëve dhe festave pas orës 19, thonë nga kompania Saubermaer.